Nga sot, pezullohet marrëveshja e lëvizjes së lirë në kufirin në Kosovë-Shqipëri. Nga data 1 tetor deri në fillim të nëntorit, marrëveshja e lëvizjes së lirë mes pikave kufitare të Vërmnicës dhe Morinës do të pushojë së funksionuari. Në këtë periudhë, pikat kufitare të Kosovës dhe Shqipërisë do të kryejnë përpunimin e të dhënave të udhëtarëve dhe drejtuesve të automjeteve përmes një procedure të përshpejtuar me qëllim që të shmangin radhët dhe pritjet e gjata për shkak të fluksit të lartë të lëvizjeve. Megjithatë, gjatë fundjavave dhe festave zyrtare, qytetarët që udhëtojnë me automjete me targa të Shqipërisë dhe Kosovës do të vazhdojnë të kalojnë pa kontrolle kufitare. Marrëveshja e lëvizjes së lirë mes dy shteteve, e cila nga shkrua për të lehtësuar qarkullimin dhe shmangjen e trafikut të rënduar, ka dhënë rezultate të dukshme gjatë sezonit veror, ku numri i udhëtimeve arrin kulmin. Periudat e kalimit pa kontrolle ose me kontrolle të reduktuara janë nga 1 maj deri më 30 shtator. Pra, në total, 9 muaj gjatë vitit, qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës përfitojnë nga një regjim i lehtësuar lëvizjeje në kufi, ndërkohë që 3 muaj janë me kontrolle.